janë 24.000 metra katror. Rreth e qartë të gjitha, 11.000 metra katror është vetëm brenda frigoriferi. 11.000. Po, dhe ky është frigoriferi më i madh në Ballkan, fakt, me thënë drejtën. Të gjitha shfrytëzohet? 15.000 ton frigorifer. Është kryesisht me peshk në këtë moment nga që përpunojmë dhe peshku. Po. Dhe kemi dhe ca vende që kemi ulli. Dhe ka salla kështu përpunimi dhe këto gjëra. Patjetër që shfrytëzohet. Sa punëtor punojnë në kompaninë tuaj? Po rreth që Fenixi rreth 260 punëtor. Ka dhe toka punëtor rreth kjo kompani. Sa tangra keni? Tangra kemi shumë. Shumë. Për çfarë shfrytëzohen? Të me vaj. A gjitha me vaj? Ky është vaj ulliri ekstra i virgjë i dietit, nga kemi më po, një cilësi shumë të lartë, i cili trajtohet në këto kushte. Prandaj të thash që ti do vish në Shqipëri ke shumë, atë ti nuk ke. Temperaturë shkon konstante. Unë mbaj vaj në ulliri 18 gradë gjithë vitin. Ne në fakt kemi një konsulent italian që ajo është auditur dhe merret me certifikimet standardeve. Ai është konsulenti jon për gjithë vitin dhe vjen, shikon vajin, bëjmë degustime, bëjmë profile për secilin tank, për secilin varietet. Ne jemi ke vaj i Elbasanit, Pizan, jemi ke Koroneku dhe Velagosht. Kemi marrë Velagosht në zonën e Berat. Të e vajrat kryesisht që kemi ne. E merrni nga ara, çekur e vilni? E marrim ullir. E transportoni me arka? Me arka tona, me makinat tona, me punojësit tanë me gjithë, e çojmë në fabrikë, e përpunojmë, rrim vetë aty. E përpunojmë, e marrim. Merr dhe sjell direkt ambalazhon në këto kushte, në këto ambient. Sa kohë e mban? 10 gradë derisa shitet. Po kryesisht brenda vitit se ne shesim shumë sasi, brenda vitit më thuj se e kemi shit. Ti ke 11.000 metra? 11.000 metra janë brenda. Vetëm frigorifer. Kemi aty, vetëm frigorifer. Po këtë? Nuk kemi aty, jashtë frigoriferi. Për përpunimin e ullirit tavanirur. Hyn ulliri, këto edhe është automatike linja deri në fund. E cila s'ka mbaruar, kuptohet. Tani jemi në drejt duke bërë elektrike. Këto të gjitha. Ti thua që s'ka mbaruar akoma, duhet me investim. Dua të ndalem pak penisma që ne kemi bërë thirrje për gjithë bizneset. Dyshon dhe marrën tënde. Që është deri në 2 milion euro që mund të merrni me kredi, me interes 2%, ku 50 deri në 70% të kolateralit e mbulon shteti. A jeni të interesuar? Po, jemi të interesuar sepse unë mund të kadrifishoj punën time me këte nismë që ka marrë qeveria dhe më pëlqen, me thënë drejtën, sepse duke bërë këte, ne hecim për para, biznesi hecim për para, shtohet, unë kërkesa kam pa fund për produktin që bërë. Dhe jam drejt tani, ja të montoj linjën në re. Aty të duhet teknologji, të investosh për makineri të reja, për dyfishim biznesi. Jo vetëm makineri, po edhe pajisje, depozita, janë shumë gjëra, do me thënë. Janë pajisje të cilat nuk i ka njeri në Shqipëri, po edhe në Europë nuk i kanë. Ja këtë lloj pajisje këtë nuk e ka. Çfarë është kjo? Ky është exhaustion tunnel, është një tunel i cili kur kalon kavanozi ose tinë metalik i ullirit, i heq ajrin. Asaj në mënyrë që të vakumoset, kur vakumoset, ajo pra, ku kalojnë vakum, ë? Po. Ne po shkojmë drejt Bashkimit Evropian me legjislacion, me parafrim, shumë shpejt mbyllim edhe kapitujt për bujqësinë, mënyrën se si ne po kontrollojmë biznesin. Jo vetëm për t'i kontrolluar, por edhe për t'i sugjeruar dhe për t'i orientuar se si duhet ndërtojnë të gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore, por edhe ndaj sistemit kur investojnë. Gjithë ideja është që përpunu malli, edhe këtu paketohet, do bëhet një robot, dhe ka bërë këtu. Këtu pastaj bëhet gati për... Pra këtu do jetë një investim tjetër? Është investim tjetër, patjetër, me robot i cili bën paketimin e paletave dhe nxjerr këtu mallin përfundimtar. Nga këtu hapet dera pastaj dhe ndalin jashtë. Në vaj dhe të ullirit diku ke 4-5 vite që po merrem me markën tonë edhe me tregtimin e produkteve. Normalisht kompania është në 2012-ën që merret me përpunimin e peshkut dhe të ullirit. Kemi prodhime? Që bëjmë sa varietete, për shembull të vajit të ullirit edhe çfarë kemi këtu? Ky është brendi jon,
Toka. Ky është vaj organik extra i virgjër, i cili është i certifikuar sipas standardit evropian dhe amerikan. Ky është single variety, pra është vetëm një varietet, 100% koroneki, është nga zona e Belçit. Fakt, për paketimin e këtij vaj kemi marrë çmimin Gold në Kanada International Olive Oil Competition, po ashtu kemi marrë edhe një çmim për cilësinë e këtij vaj, për nivelin e lartë të polifenoleve që ky ka. Kemi marrë një çmim në Greqi. Ndërkohë që kemi një gamë të gjerë me produkte, kemi vajin e ullirit me varietete të ndryshme, blend varietetesh, kemi vajin e ullirit të varietetin Mizan, që është një varietet i zonës së Elbasanit. Ndërkohë kemi zhvilluar dhe shumë produkte të tjera të ullirit të aromatizuara, janë gjithë këto këtu, po ashtu edhe këtu. Ishte shumë interesante. Kjo është një trio që ne kemi bërë si një kuti dhuratë për të provuar vajra të ndryshëm. Ky është vaj Dix? Po, ky është vaj ulliri me spec djeg, ky është vaj ulliri ekstra i virgjër, ky është me limon. Ky është një produkt i ri, është 100% vaj ulliri ekstra i virgjër dhe ka një ekstrakt natyral të secilës nga këto shije dhe aroma. Kemi po ashtu baziliko, kemi hudhër, tartufë të zi, tartufë të bardhë dhe rozmarin. Këto janë paketime pak më të mëdhaja që janë për Horeca, kjo është 3 litër, ky është ulliri konfit, ulliri i zi, i cili është bërë me brandin ton, dhe në gamën e ullirit kemi edhe këto produktet e tjera. Ky është ulli kallamon, është një varietet që quhet kallamon, ndërkohë që ky është ulli i zi oksiduar. Ullirin e mbushur me jalapeno, që është spec djegës, kemi me red pepper, pra spec të kuq, kemi ullirin me kastraves turshi baby të vogël, që është një produkt shumë i veçantë, dhe po ashtu me bajame. Këto janë vetëm disa nga produktet tona. Ku i shesin to? Ne eksportojmë në Kanada, në Amerikë kryesisht, po ashtu edhe në Europë, dhe po kërkojmë që të xhirohemi akoma më shumë në Europë. Në tregun shqiptar kemi në treg, pra në supermarkete, në markete? Në tregun shqiptar ne sapo kemi filluar që të prezantojmë produktet tona, kështu që shumë shpejt do gjenden në shumë supermarkete apo dyqane të vogla. Ullirin e marrim nga gjithë qarku i Elbasanit apo edhe nga rrethet e tjera apo qarqet e tjera? Ullirin për vajin e ullirit kryesisht nga zona e Elbasanit, Belçit dhe zona për rreth. Ndërsa ullirin e tavolinës, pra ullirin kokër, ne marrim kryesisht nga zona e Beratit.